nderuar eminens, kardinali Santa Maria Maggiore, Imzot Peragjine, arqipeshgëvi Shkodër Pult, i deleguari i Selisë së Shenjtë për Shqipërinë, të nderuar autoritete. Është 130 vjetori i shpalljes së nënës së Këshillit Mirë Pajtore Shqipërisë, një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për Kishën Katolike, por edhe për kombin shqiptar dhe në këtë përvjetor, sot zyrtarisht me këtë ekspozit, çelim edhe kremtime që do ta shënjojnë këtë vit të rëndësishëm, i cili sigurisht na dëshmon edhe një herë tjetër lidhjen e veçantë që kanë shqiptarët me Zojën dhe devocionin ndaj saj. Prandaj edhe kjo ekspozit merr një rëndësi të veçantë sepse çel një kalendar të pasur aktivitetesh që është menduar për gjatë gjithë këtij viti dhe vitin e ardhshëm, sigurisht duke shënjuar këtë 130 vjetor dhe natyrisht besoj përmes kësaj ekspozite do të kuptojmë rëndësinë që ka Zoja e Shkodrës, pajtore e Shqipërisë tek secili prej besimtarëve, jo vetëm të Shkodrës, por dhe të mbarë Shqipërisë. Dhe në këto momente unë kam kënaqësinë të ftoj Dom Artur Jakun, rektori i Bazilikës së Nënës së Këshillit të Mirë, i cili sigurisht përveç mesazhit të tij do të flasë edhe mbi këtë vit rëndësishëm të aktiviteteve që do ta shënjojnë këtë përvjetor, por edhe të gjithë kësaj pune të bërë, sepse ka qenë ndër personat i cili është angazhuar në detaje për të qenë gati jo vetëm kjo ekspozit, por dhe një program i pasur që është përgatitur në fakt për gjatë gjithë këtij viti dhe që do të ketë momente të rëndësishme të cilat do të na bëjnë të kuptojmë edhe më shumë rreth rëndësisë dhe historisë që ka të bëjë pikërisht me nënën e Këshillit Mirë. Eminenca Reverendissima, shkëlqësi, dashur atë petani, të nderuar autoritete civile dhe lokale, të dashur miq që jeni sonte këtu në këtë event të rëndësishëm për Kishën Shqipëni e sigurisht edhe për Kishën e Shkodrës. Me ndjenje të thellë nderimi dhe mirënjohje, ju përshëndes në këtë mramje të veçantë, ku historia, besimi dhe kujtesa nuk paraqiten thjesht si dimensione të skalumes, por si realitete të gjalla që ndërthuren me vetdijen dhe përvojën tonë shpirtërore. Ky takim sonte nuk është vetëm një akt kulturor, por një akt kujtese të gjallë, ku e kalumja bëhet e pranishme edhe merr kuptim në dritën e tashmes. Sonte nuk hapim vetëm një ekspozit, ne hym në një hapësirë ku simboli te kalon vetveten edhe bëhet shenjë e një pranie që shoqëron historinë. 130 vjetori i shpalljes së Nënës së Këshillit Mirë Pajtore e Shqipërisë nuk është thjesht një datë kronologjike, një kronos, por një moment teologjik, një kairos, ku hiri i Zotit edhe historia takohen bashkë. Për popullin shqiptar, Zoja nuk ishte edhe nuk është vetëm një ide abstrakte, por një prani e mishnuar në përvojën e vujtjes, të shpresës edhe të qëndresës. Kjo ekspozit muzeale paraqitet si një itinerar të mrendshëm, një udhtim kujtesës që shndrohet në vetdije edhe në soditje. Ajo nuk ofron thjesht objekte për të pa, por shenja që zbulojnë një realitet më të thellë, dëshmi që flasin në heshtje dhe që kërkojnë të dëgjohen, jo vetëm me arsye, por me syrin e zemrës së shpirtit, atje ku njeriu i hapet misterit. Lejoni që përpara se me përfundu këtë përshëndetje të shkurt, i falenderoj përzemërsisht drejtorin e Marubit, Luciano Bedeni, i cili me kujdes edhe me shumë sakrificë është angazhuar për të arritur këtë ekspozit, Pirin Mirditjan, që është edhe përgjegjës tek Muzeu Kujtesës, Zefçunin, cili arkitekti që është kënë shumë aktiv për me dhënë edhe konceptin, por secili në mënyra të ndryshme për ta bërë sa më të bukur këtë përvjetor. Sonte kena mundësi me pa një sër objektesh. Unë do të cilësoj 2-3. Mrapa kena me pas mundësi me i sodit bashkarisht. Për shembull, në truporin që është në fund, Zoja e dhimbshme, ose ajo që njihet si në jargonin klasik, la pietà, na bën të hyjmë në misterin e kompasione, kompasio, dhe me thonë bashkëvujtje ku hyj nëpërmjet nënës e afrohet plagës njerëzore, jo për ta shpjeguar vujtjen, por për ta mujt atë. Ndërsa
në veprën e Kolidromenos, sakramenti vajimit, zbulojmë dimensionin sakramental të shpresës, hiri që vepron në kufijtë e brishësisë njerëzore, aty ku jeta dhe vdekja takohen dhe hapen ndaj përjetësisë. Rroktimi sonte na çon edhe tek kelku e i Papa Gjën Pali II, me cilin kremtoj meshën si sot 33 vite më parë në katedralen e Shkodrës. Kujtesa jonë na çon drejt një momenti hiri, një epifanie historike, ku besimi pas një kohe errësine u shpall sërish publikisht si dritë edhe si liri. Ndërsa e veçanta edhe kësaj ekspozite bëhen edhe veshjet e Nën Terezës. Ne jena mësu me pa Nën Terezën ose me dallu Nën Terezën me tiparin e grus që është e moshume, me ato rrullat dhe fytyrën ndur, edhe me veshjen e Sarit. Kurse sonte kena me pas mundësi me pa diçka ndryshe, një vajzë të re, por me veshje karakteristike të vendit tonë. Prania jonë këtu në Rancë të Kalas, së Rozafës, nuk është rastësi. Ky vend, për Shkodrën, për Shqipërinë, përfaqëson një ndërthurje të thellë mes historisë edhe misterit. Në këtë vend, para figurës së Zojës, sipas traditës janë përkull figura që përbajnë vetdijen e ndërgjegjen historike të kombit tonë, nga Gjergj Kastrioti, që kjo simbol i unitetit, besimit dhe lirisë, deri tek Nana Tereze, që dëshmoi universalitetin e dashurisë në formën më të pastër të saj, sakrificën dhe përvojtninë. Në këtë dritë, fjalë të martirit Domdrej Zadeja, ai që ishte iniciatori në ndërtimin e kësaj shetënore në vitin 1917, marrin një dimension tjetër, kur thoshte se shqiptari në ditë të vështira i drejtohet Zojës si shpresë që nuk shuhet dhe si dritë që udhëheq në rrugën e tij. Kjo nuk është vetëm një shprehje devocionale, por një afirmim antropologjik edhe teologjik. Njeriu në kufijtë e tij kërkon një trascendencë që jep kuptim edhe orientim ekzistencës së vet. Prandaj kjo mramje është më shumë se një aktivitet kulturor. Është një moment meditimi mbi identitetin tonë, mbi rrajt që na mbajnë dhe mbi të ardhmen që na thret. Është një ftesë për të hyrë në hermeneutiken e kujtesës, për të lexuar të kalumen, jo si diçka të përfunduar, por si një burim që vazhdon të ushqejë të ardhmen, të tashmen, edhe të forcojë gjithmonë jetën e njerëzit. Le të jetë kjo ekspozitë një hapësinë ku shikimi bëhet soditje dhe ku kujtesa bëhet përjetim. Një vend ku historia nuk mësohet, por përjetohet, ku besimi nuk rrëfehet, por rizbulohet si themel i qenjes tonë. Në fund, duhet ta mbyll me fjalët e Ata Anton Harapit. Feja nuk është vetëm për të menu, por për të jetu. Dhe pikrisht në këtë përjetim, ajo bëhet dritë që udhëheq jetën e secilit prej nesh. Faleminderit. Dhe në këto momente kam kënaqësinë të ftojmë Zot Giovanni Peragjinen, arcipeshkëvi Shkodër Pult, për një përshëndetje të shkurtër. Sigurisht është një përvjetor i veçantë që ju gjen tashmë në drejtimin e Kishës Katolike këtu në Shkodër, Monsinjor. Pikë së pari ju falenderoj që keni pasur mundësi të vi këtu sonte për të filluar këtë viti jubilar. Zyrtarisht do të fillojmë nesër viti jubilar. Falenderoj eminenca e ti që ka ardhur nga Roma pikrisht për këtë ngjarje që tregon sa është e rëndësishëm për ne të fillojmë një jubile. Është një dhuratë e Zotit, është një moment hiri. Atëherë të gjithë jemi të angazhuar, do të angazhohemi të rizbulojmë besimin tonë dhe në mënyrë të veçantë devotshmërinë që kemi ndaj Zojës së Këshillit të Mirë. Edhe kjo ekspozitë që bëjmë sonte, si ka theksuar Don Artur, nuk është vetëm një kujtesë.
Do shta I nuk ka thënë që disa gjerat që kemi spozuar kanë qenë të ruajtur prej familjeve të ndryshme, e kanë ruajtur me besim, e kanë ruajtur deri sot, deri tani. Atëherë na flasin për gjëra të kaluara, mbi të gjithë për vuajtjet të, por na thojnë që është e mundur e duhet të shkojmë përpara, të ecim përpara. Atëherë nuk është vetëm një kujtesë, por është një nxitje për të ecur më përpara, që ne si besimtar mund të dëshmojmë këtë besim e mund të në të vërtetë ndërtojmë së bashku një qytet më të mirë. Faleminderit. Faleminderit, Monsinjor, dhe në këto momente kam kënaqësinë të ftoj një emër të dashur të artit shkodran dhe ati shqiptar, e cila në fakt me kënaqësi e ka pranuar ftesën për të qenë sonte këtu dhe për të na sjellë emocione përmes jo vetëm poezisë, por dhe këngës. Është mjeshtra Malle Justina Aliaj, e cila do të vijë me një interpretim të një poezie të Padrefishtës dhe më pas me të Falemari, një prej këngëve që më së miri e simbolizon edhe devocionin që kanë ndaj Zojës. Kur përmrena këti tempullit ri, më në ndolma të rozafatit trull, ngjuj shoshkodronin ullën për ujtni, e në men mi bje se Zoja Shkodrës jam unë. E kur rrëdheqark lëterit të mi, sa ponis e bukra stin me lullzu, fëmin e Shkodranit një të knun brohri, vedin Shkodrane ma ka ana me kujtu. Edhe atëherë kur Shkodranit kjaj e të dnesnër të fështira, se përsi cilën jeta atë e përshkoj, edhe sytë e mi mushen në vaj. Por, askur se la pingull që Shkodrën teme zgjeta e mnisë së qiellit ta shënjoj, përse e vërteta ashtë vetëm kjo, se Shkodra a e emja e unë jam e saj. Travajt që kena, e në me
të bien, se bite tu na jena, tujt kemi kanon, qysh se kem le, o zoja e Shkodrës, lutu për ne. Tujt kemi kanon, qysh se kem le, o zoja e Shkodrës, lutu për ne. Duke e falenderuar zonjën Aliaj për këto interpretime, kam kënaqësinë që në këto momente të ftoj kardinalin eminencën e tij të Santa Maria Maggiore, i cili sigurisht ka një mesazh për të dhënë, por besoj edhe një përshëndetje të veçantë, sepse sigurisht ai është bashkuar këtyre festimeve sonte, ndërsa nesër pas dreke në orën 18 do të kremtojë edhe meshën e shenjtë kushtuar festës së Zojës, që natyrisht më pas hap edhe festimet që do t'jenë për gjatë të gjithë muajit maj, një muaj i rëndësishëm për gjithë besimtarët e Krishterë. Eccellenza, Monsignor Ionus, rappresentante dell'Annunziatura Apostolica, Padre Arthur, rappresentante della Chiesa Ortodossa, autorità civili di questa città, do martur rektore shqiptores, të ndërruar profesorës e Kishës Ortodokse, të ndërruar autoritetet civile, illustri rappresentanti della cultura, përfaqësues të kulturës, reverende suore, të dashur motra, reverendi padri, të dashur etën, mishtar, rregullar, e tutti sorelle e fratelli in Cristo. Të gjithë ju vëllezër e motra në Krishtin. Sono veramente gioioso di partecipare a questo giubileo che inizia il Giubileo Mariano, perché provengo da un santuario mariano, che è il primo santuario mariano in Occidente, cioè Santa Maria Maggiore. Jam I lumtur të jemi pranishëm në këtë jubilej marian të kësaj bazilike, edhe për faktin sepse vi nga një shejtënore mariane, shejtënoria e parë mariane në botën e në dimensionin perëndimor të Kishës Katolike. Santa Maria Maggiore come basilica è stata costruita nel IV secolo. Santa Maria Maggiore, ose si quhet Shenjtja Maria e Madhe, është ndërtuar si bazilikë në shekullin e IV. È stata ricostruita in V secolo, così la vediamo adesso all'interno, ma da fuori è cambiata lungo i secoli, ha acquistato diversi stili. Ashtu siç e shohim tash nga brenda, është rindërtuar në shekullin e V, ndërsa gjatë historisë ka qenë ndërtuar e ndryshuar disa herë në varësi të stileve. Ma per il mondo cattolico rimane sempre il primo santuario mariano nel mondo. Për botën katolike mbetet gjithmonë shejtënoria e parë mariane në botë. È molto toccante di vedere come da questa basilica, da quel luogo, la devozione mariana è sparsa in tutto il mondo. Është vërtet shumë emocionuese të shikosh se si kjo bazilikë dhe përshpirtnia e Zojës lidhje me këtë bazilikë është e përhapur në gjithë botën. Il vostro santuario, basilica di Scutari, è il santuario principale del vostro paese, dove Madre di Dio è stata venerata tanti secoli. Kjo shejtënore në titull e Zojës së Këshillit të Mirë, që është kryesorja për vendin tuaj, për Shqipërinë, është ndërruar për gjatë gjithë shekullit. Tanti secoli qui hanno pregato I fedeli, anche I martiri del vostro paese. Për gjatë shekujve këtu janë lutë të gjithë shumë besimtarë, të gjithë besimtarët e mënyrë veçantë edhe martirët e kishës tuaj.
Per questo è molto significativo di iniziare con questa celebrazione che sarà domani come momento di preghiera, iniziare con la storia. Prandaj është shumë domethënëse për me nisë këto celebrime dhe celebrimin e ditës nesër me këtë moment të ditës së sotme që lidhet me historinë. Perché la storia ci insegna come il Vangelo, come la nostra fede si diffonde lungo i secoli e acquista sempre nuovi significati e la profondità. Sepse historia na mëson se si gjatë jetës ngjarje të ndryshme marrin atë vëmendjen e duhur e domethënien që na shërbejnë për të ardhmen. Sono stato veramente felice di vedere alcuni esponati qui in questa chiesa che si riferiscono a Madre Teresa, che si riferiscono alla prima visita di un pontefice in terra albanese di Giovanni Paolo II, immagine di fronte alla quale lui ha pregato. Jam shumë I lumtur që në këtë kishë të shikoja pak më përpara disa objekte që I përkisnin Nën Terezës, po ashtu shikoja edhe objektin që I referohet vizitës së parë të një pape në vendin tonë, shitnisë e tij Papa Gjon Pauli II, dhe imazhet përpara të cilit ai si sot 33 vjet më përpara u lut. Questo luogo sacro, questa basilica è stato centro dell'attenzione dei papi, come vediamo Giovanni Paolo II già 93 viene, visita questo santuario, ordina I primi vescovi. Anche Papa Francesco ha donato il titolo della basilica minore a questo santuario. Si që kjo bazilika është kanë në qendër të vëmendjes së papëve. Kujtojmë këtu vizitën e Atit Shenjtë Gjon Pauli II që në rastin e shëgurimit të I Peshqve dhe vizitën e parë të një pape në vendin tonë e vizitoi këtë bazilikë, po ashtu dhe Papa Francesco I cili dha dhe emrin e titullin si bazilikë minore këtij vendi. E adesso anche al centro del Papa attuale Leone XIV, perché è il primo santuario che lui ha visitato dopo elezioni. 4 di maggio. Edhe të papës aktual Leonit XIV, sepse ka qenë shejtënorja e parë ajo e Gjenacanus, kushtu zojës së Këshillit Mirë që ka vizituar si papë. Ecco, il 10 di maggio è andato a Genesano e dopo a Santa Maria Maggiore. Me 10 maj përpara ka shkuar në Gjenacano e mbrapa mëse ne ka ardhur Santa Maria Maggiore. Ecco, anche mi piace molto che oggi si uniscono di nuovo questi due santuari, Santa Maria Maggiore e questo santuario qui, ecco, attraverso il santuario di Genesano. Pëlqen që sot ribashkohen në një farë mënyrë të dy shejtënore prapë, shejtënoria e Gjenacanës me të njëjtin titull me këtë bazilikë dhe kisha Bazilika e Santa Maria Maggiores. Il mio augurio è che questo anno mariano, il ricordo di 130 anni come Maria, Madre di Buon Consiglio e patrona del popolo albanese, dell'Albania, che questo anno suscita in voi veramente ancora più grande amore per la vostra storia, per I vostri martiri, per I vostri fedeli e soprattutto un attaccamento, una vicinanza con la Madre di Dio, che sempre indica il suo Figlio. Uroj e shpresoj, ky është në fakt edhe mesazhi jem që ky 130 vjetor I dhënies së titullit të Zotës së Këshillit Mirë si pajtore e shqipnisë dhe shqiptarëve, shërbejnë si lidhje më e fortë e juaja me besimtarët, si lidhje e juaja më e fortë me vendin, me historinë, në mënyrë të veçantë që në të gjithë popullin e Zotit të rritet dashnia I kultit I dashurisë e I ndërimit për nanën e Zotit tonë. Ancora una volta ringrazio per l'invito e auguro che questo anno giubilare che si celebrerà che veramente porta tanti frutti a voi, spirituali, culturali e umani. Edhe njëherë duke ju falendëruar të gjithëve për ftesën, uroj e shpresoj që ky vit jubilar të nxisin e të japin fryte të ndryshme nga ana shpirtërore e nga ana njerëzore për secilin prej jush. Grazie, grazie a voi e grazie. Ekspozita në vetvete ka një rrugtim historik që lidhet me atë çfarë ka kaluar vendi ynë dhe sigurisht për të na thënë më shumë detaje, më pas ne do të kemi mundësi ta shohim edhe nga afër, do të jetë historiani Pierin Mirdita I cili shkurtimisht do të na tregojë këtë rrugtim të kësaj ekspozite
të asaj çfarë kemi arritur në fakt të sigurojmë, sepse janë sigurisht edhe momentet e vështira që ka kaluar Shqipëria, të cilat kanë ndikuar në vetvete që një pjesë e madhe asaj çfarë ka qenë e trashëguar në kishat apo në shtëpitë tona të mos ekzistojë për fat të keqshëm. Zonja e Zotëri. Objektet dhe materialet që do të shohim sonte këtu dhe që na prezantohen, me që kam pasur mundësinë të studioj dhe të përkatis në aspektin e tyre historik, mbartin histori të heshtura, por jashtëzakonisht domethënëse. Shumë prej tyre janë ruajtur me guxim gjatë viteve më të errta të diktaturës komuniste, veçanërisht nga viti 1967 deri në vitin 1990, një periudhë kur feja u ndalua dhe çdo shej e saj u përndoq me ashpërsi. Janë ruajtur në fshehtësi, në shtëpi të thjeshta dhe në zemra të forta, falë sakrificës së njerëzve të zakonshëm të Shkodrës, të cilët nuk hoqën dorë nga feja dhe tradita tyre. Dhe kjo është arsyeja pse sot ne mund flasim për vazhdimsi, sepse besimi ndoshta nuk mbjetoj në mënyrë të dukshme, por në mënyrën më të thellë, në zemrat e njerëzve, në familje, në përkushtimin e përditshëm dhe në sakrificat e heshtura. Gjithashtu, në këtë ekspozit do të gjeni dokumente historike, objekte personale, botime dhe fotografi, të cilat dëshmojnë jo vetëm për shpirtërinë popullore, por edhe për kontributin e jashtëzakonshëm të figurave të mëdha të kulturës dhe historisë tonë kombëtare, si Nën Tereza, Atë Gjergj Fishta, Koli Dromeno, Atë Donat Kurti, Atë Marin Sirdani, Dom Dremjeta, Dom Pjetër Gruda dhe shumë të tjerë. Në fakt, edhe për mua kjo ekspozit ka një domethënie të veçantë personale. Me kujtohen vitet e fëmijërisë, kur babaj më merrte për dorë dhe më sillte në këtë vend. Atëherë, këtu kishte vetëm rënoja dhe gur të shpërndarë. Shqipëria sapo kishte dalë nga një periudhë shumë e vështirë dhe për mua ky vend dukej thjesht si një hapësirë e braktisur. Por gjithmonë kishte njerëz. I shihja në heshtje me një përullësi të veçantë. Dhe nuk e kuptoja pse vinin. Sot, pas shumë vitesh dhe bisedash me baban tim, por mi gjitha, duke punuar mbi këtë ekspozitë e kuptoj. Ashtu, si edhe në ditë të sotme, ato hapat e heshtur, ishin dhe vazhdojnë të jenë lutje. Ajo këmbgulje ishte dhe është besim. Dhe ato rënoja nuk ishin fundi, por dëshmi se diçka më e fortë jetonte dhe vazhdon të jetoj. Dashuria për nënën e Këshillit të Mirë. Dhe lidhja saj e thellë me Shkodrën. Kjo ekspozit, ndër tjera, është edhe një homazh për gjithë ata që besuan kur ishte vështirë, që ruajtën kur ishte rrezikshme dhe që trashëguan brez pas brezi atë që dukej e pamundur. Shpresoj që kjo ekspozit të na pasuroj shpirtërisht, por edhe të na bëjë të vetëdijshëm për rrënjet tona, sepse një popull që ruan identitetin e vet ka ruajtur dhe shpirtin e vet. Dhe në fund, le të mbetet kjo si një ftesë e heshtur për secilin prej nesh. Të dim të kujtojmë, të dim të falenderojmë dhe mbi të gjitha të dim të ruajmë.
Po shkojmë drejt fundit dhe kam kënaqësinë në fakt të ftoj kuratorin e kësaj ekspozite, Lucian Bedenin, drejtori i Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, i cili është kujdesur në detaje dhe sigurisht ka çfarë të na thotë, dhe besoj bashkë me fjalën e Lucianit më pas do të kemi mundësi të shohim nga afër gjithçka çfarë është ekspozuar, dhe aq më shumë besoj edhe historiku i shkurtër që tregon shumë për këtë ekspozitë, që sigurisht siç e thash në nisje është e para që qel një sër aktivitetesh të rëndësishme që janë programuar për këtë vit dhe që sigurisht do të bashklidhen me konferenca të rëndësishme, me emra të mëdhenj të cilët do të jenë pjesë e tyre, që natyrisht do të flasin në aspektin historik, por jo vetëm të këtij përvjetori të rëndësishëm që është pikërisht ky që po shënojmë sonte e që do të vazhdoj përgjatë gjithë këtij viti. Teksa punonim këtë ditë për ekspozitën, gjithnim vinte në mend një imazh mjaft i njoftun i Anxhelinës Nenshatit. Teksa populli i Shkodrës rimerrte nga muzeu ateist figuret të cilat ishin ekspozuar aty për të diskredituar besimin. Pra, një mendje, një zemër, një shpirt qëndron te kjo forcë e madhe, kjo shpresë e të gjithëve, të bashkuar në besim. Dhe referu pikërisht këtij momentit ne mendojmë së bashkut me të gjithë këto të rinj që i kam pa mjaft aktiv sot, e të gjithë këto ditë në këtë kish, përfshirë do marturin si një prej këtyre të rinj, të cilët patjetër i falenderoj për gjithë këtë angazhim të madh, se si do ta ndërtonim këtë. Dhe kështu njerëzit ju përgjigjen bindshëm thirrjes për të sjellë reliket që ata i kanë ruajt në familjet e tyre. Të gjithë, pa përjashtim, pa dallim besimesh. Kështu që një pjesë në këtë kish të mbrëmshme ne vendosim ta rikthenim ose ti përngjasonte shpive karakteristike të Shkodrës apo kullave të Malësisë. Siç i shohim pak, ne dallojmë në ato sërgjit disa objekte të vendosura. Pse? Sepse kujtojmë vitet e diktaturës, 47 vite, ku gjyshat apo stërgjyshat tonë u detyruan edhe të mbyllshin dhe mbrana atyne të runin figure, të runin kryqe, dhe pse e bajnë këtë? Sepse tek ato jetonte shpresa. Shpresat që një ditë t'i rikmerrshin edhe një herë, t'i kishin edhe një herë. Dhe ato luteshin aty pikërisht në fshësi, i luteshin një murit, i luteshin një dyshemeje. Pra tek ato rronte besimi dhe dashnia. Kështu në këtë frymë ne ndërtuam dhe këtë ekspozitë. E në një moment, se nuk dua dhe të zgjatem fort, në një moment i them do marturit, që kam një surprizë. Këtu 6 o 7 muaj përpara, teksa punonin për një ekspozitë, shoh në arkiven e Institutit të Antropologjisë diçka që kaloi errësirën dom që ne e kemi edhe rrobat e Nën Teresës. Kjo gjë më kurozoi se si ka mundësi që si janë ekspozuar asnjëherë. Asnjëherë, kjo është hera parë që ato ekspozohen. Dhe ky ishte, mendova unë, momenti më signifikativ që ne ti ekspozojmë. Krahas shumë objekteve të tjera mjaft të rëndësishme, të cilat domarturi dhe i peshqvi i përmendëm, vendosëm që ta kemi si një dhuratë të veçantë në këtë përvjetor. Përmenda fjalën shpresë, sepse mendoj që në të gjitha kishat, pikërisht në që ne e quajmë zoja Shkodrës, zoja Këshillit Mirë, rën mas shumti njenja e shpresës. Pikërisht sepse ne shpresojmë që një ditë ajo të jetë sërish këtu. Qoftë edhe fizikisht. Dhe shpresojmë që ta bëjmë të mundën që nëse kjo kish do restaurohet në një moment, pse jo ashtu si gjithë komuniteti shpreson që ne ta kemi këtu me të vërtet
atë originalen që ka i këtu e sheku i më parë në Gjenazzano, ta ekspozojmë një ditë këtu. Faleminderit të gjithëve dhe shpresoj që ekspozitat ju pëlqejnë.